Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër që ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë: "Men da'a ila hudan, kana lahu min al-ajri mithlu ujuri men tabi'a, la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a." Kush i fton njerëzit në rrugë të drejtë, do të marrë shpërblim njësoj si shpërblimet e veprave të atyre që e pasojnë. Por këtyre nuk u paksohet shpërblimi. Kjo tregon që thirrsi merr shpërblim jo vetëm për veprat e veta, jo vetëm për thirrjen që bën, që ka shpërblim madh tek Allahu i lartësuar dhe diçka nga shpërblimi e përmenda pak më përpara, po do të marrë edhe njësoj si shpërblimet e veprave të atyre që janë udhëzuar për shkak davetit të tij. Dhe këtyre nuk u paksohet shpërblimi. Kështu që për sa kohë që vazhdon efekti i davetit të tij tek njerëzit, ndoshta mund të vazhdoj me breza. Dikush bëhet shkak që të udhëzohet një fshat, apo ca njerëz në fshat, dhe vazhdojnë njerëzit në fenë e Allahut në këtë vend për një kohë, ndoshta për disa breza. Ky merr sevap, merr shpërblime. Për sa kohë që vazhdon efekti, vazhdojnë gjurmët e davetit të tij. Mirësia e Allahut të lartësuar shumë e madhe. Prandaj grada e profetit është më e larta. Brezi i parë është më i miri. Se krejt veprat që bëjmë ne, u shkruhet sevap edhe brezit parë. Kjo është një nga arsyet pse brezat e mëpasshëm s'mund të arrijnë gradën dhe mirësinë e brezit parë.